të shpreh keqardhjen dhe indinjatën e kundërshtimin e madh për ndalimin arbitrare të padrejtë të ish Policisë Kosovës, Arnor Spahiu, i cili po mbahet nga regjimi serb në mënyrë të padrejtë, po për më shumë të shpreh pakënaqësinë me mos reagimin institucional, me mos reagimin e qeverisë Kosovës, e cila ende asnjë fjalë të vetme nuk e ka thënë për ndalimin jo vetëm të një qytetari që do duhej, po të një shërbyesit Kosovës, një prej antarëve të forcave speciale të Policisë Kosovës, të cilat kur ju duhen me gojën plot i ngrisin në qiell me lëvdata meritore, ndërsa tani nuk e thon asnjë fjalë spaku për të ngushëlluar familjarët e tyre. E kjo është më e pakta sepse në fakt qeveria dhe institucionet do duhej që aktivisht të merreshin me lirimin sa më të shpejt të Arnor Spahiut. Thras me këtë rast edhe ndërkombëtare që të ndërhyjnë, që të ushtrojnë presionin të liruar këtë djalë të Kosovës